Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 200 të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë e përleshjeve në Egjipt. Pas më shumë se një jave qetësisë, situata në vend është përshkallëzuar kur forcat e ushtrisë me shkopin gome e gaz lotësielës vendosën të shpërndanin një grup të përbërë prej qindra protestuesish, të cilët ishin vendosur që për 24 nëntorit me çadra në një nga sheshet e Kairos. Përleshjet të ashpra u regjistruan mes forcave policore dhe protestuesve, pak orë pas përfundimit të raundit të dytë të zgjedhjeve parlamentare në Egjipt. Protestuesit kundërshtojnë autoritetin e Këshillit të Lartë Ushtarak. Përleshjet nisën kur ushtarët kanë shpërndar me dhunë protestuesit dhe u kanë vënë flakën çadrave të tyre. Protestuesit kërkonin largimin e qeverisë dhe dorëzimin e kompetencave të ushtarakëve sa më parë tek një autoritet civil. Ata akuzojnë ushtarakët e lartë se po tentojnë të kontrollojnë çdo qeveri civile që do të rrjedhë pas zgjedhjeve presidenciale në vend.